Tani, në qoftë se mund t'i vëm një titull ditës sotme, titulli është Rama zgjodhi Belindën para Berlinit. Me këtë pjesën e Berlinit do merrem më pas se nuk e ke pyetjen e tanishme. E kam tani. Po merrem me pjesën... A lidhjet me presionet e fundit të BE-s, sidomos për çështjen Balluku? Kemi mrapa atë. Jo, këtu e kam. Se them që zgjodhi Belindën? Sepse pavarësisht se sot Belinda Balluku iku, Belinda Balluku ka lënë një vull turpi mbi këtë qeveri 3. Ministri i mbrojtjes... Po sikur e hoqi ajo tani apo? E hoqi. Po, megjithse iku, thash, ka lënë vull turpi. Çdo deputet socialist po takoje, unë kam taku një 3-4, gjithë 10 ditët e fundit, thoshin Belinda nuk ikëm, pra që një sekret publik, po nuk tërhoqi zvarr me vete dhe Elisa Spiropali. Sot Elisa Spiropali ka ikur bashkë me Belindën, sepse lafi që kjo më shanë në për ambasada. Elisa, ende kjo këtë punë të ati? Nuk e di, këshu kujton të ajo. Pra, sot Rama, duke hequr Belindën, ka pranuar dhe kushtin e Ballukut që të heqësh Mamicën. Mamicën, jo njerit do si do. Donikën. E para. Jo Monika është Big Brother, o zotri. Donikën, jo Monikën. Monika është gruaja, mëse gru ka tjetër. Motra jo, mëse. Aje e Mamica, i quen që t'jemi politikisht korrekt. Ministri mbrojtjes, njeri i Ballukut. Ministri i energjetikës, njeri që ka bashkëpunuar fort me Ballukut. Pra, vërtet duket sikur është hequr Balluku, por duket se Rama ka quhe dashuri, quhe kompleks, quhe frik, quhe mirënjohje, nuk ditjave emrin sot, ndaj Belindës, të cilën ja ka bërë qokën dhe në qeverin ku Belinda mungon. Pra... Se ju në beja këtu të ati? Sepse bëja dhe me që do po dalë dhe aty, jo, se kam edhe pyet ju. Deputet nga brenda grupit parlamentar me cilët unë kanë folur. Se aty është një grup tjetër i cili lufton në Ballukun, këto dhe kjo janë normale. Edhe në PD që është pa gje, pa pushtet pa gje, luft ka. Çfarë dinim ne që pam dhe sot nga eurodeputetët që e kemi parë nga mbledhjet që janë zhvilluar në Bruksel, Gjermania ka qenë e vendosur. Jo dorëheqja, po imuniteti Ballukut ka kërkuar. Dhe sot Rama, në një mënyrë të çuditshme, atipike për një lider të kujdesshëm si Rama, në fjalimin që ka mbajt para deputetëve, ka kujtuar fjalimet e Gazidedes dhe Sali Berishës 97 kundër Amerikës. Fjalori që ka përdor Rama kundër Berlinit dhe Gjermanisë sot është i frikshëm. Ata duan të keqen e Shqipërisë, ata na e kanë penguar, ata po, me dyert mbyllur. Unë e kam nga deputet brenda, po, që kanë qenë aty. Pra, praktikisht ka pohuar që në BE i kemi dyert të mbyllur me këto që bëj unë. Gjermania. Ndoshta dhe ish dashur. Po Gjermania. Ndoshta dhe ish dashur të argumentoj. Kush është Evropa? Të argumentoj këtë që bëri. Kështu që në këtë kuptim, prandaj unë, kur thash titullin, thash zgjodhi Belindën para Berlinit. Sot Rama ka goditur shtetin më të fuqishëm të BE-s dhe ka bërë një qeveri Belinda 2, mund të quhet. Kjo është ose Rama 4, ose Belinda 2 kjo qeveri e sot. Si tua pushat? Unë mendoj që Ramës nuk i vjen e keqja as nga PS-ja, bol të shikoje fytyrat e atyre ditëzive si e dëgjonin sot si guak. Ishin të habitur. Kuptonin, Liza mbodhën e çuditëra. Sa tregonin dhe një trashësi proverbiale në portrete, po nuk është kjo e rëndësishme. Ata dhe kur zihen, e vetmja zënje që kanë me njëri tjetrin është pse i mori ky lek tek ti tenderi dhe si mora unë. Kaq është gjithë konflikti i brendshëm në PS. Ajo parti ka marrë fund, është bërë tokë djegur më keq se PD-ja. S'ka më zërë aty. Nuk i vjen e keqja, themun, as nga opozita, as nga manifestimet që do bëjë opozita. Problemi këtu për herë të parë
është që pozita e Ramës po kriset në raport me Bashkimin Evropian. Pra, në Bashkimin Evropian në 10-12 vjetë, sa vjetë ka pushtet Rama, ka pas një problem, që ka thënë, ky mund të ketë defekte, mund të ketë qik autoritarizëm, qik korupcion, po ky është në fund njeriu që na dëgjon. Ose si që thuet në filmat amerikanëve, ky vërtet është i birë kurve, po është birë i joni kurvës, shu që i falen gjërat. Në këtë kuptim, duket se Rama nuk po pranon më të bëj në raport me drejtsin në zënsin e bindur të Bashkimit Evropian. Dhe këtu ka lindur problemi. Dhe kjo shpjegon dhe konfliktin dhe shpërthimin absurd që ai ka pasur sot ndaj Gjermanisë. Pra, të pranoj Rama me gojnë e tij që ministri i jashtëm gjerman ndërhyn dosjet e Spakut për të na godit ke Akshi, ke Porto Romano e tjerë, është që ti thot dhe atyre, ky është armiku. Pra i ka thënë deputetëve vetë sot, ne armiq ti kemi jo te Saliu para kryeministrisë, jo brenda nesh, po i kemi në Berlin. Dhe ky është lajmi i ri i gjendjes që kemi sot. Nuk është përfundimtar. E ka thënë pak debatoni, fakt. E ka thënë pak debatoni. Po, nuk është përfundimtar për një arsye. Rama ka kaluar tallazet forta me Gjermaninë dhe në vitet 2018-2020, kur Bundestagu i vuri kushte, kur hyrja i Krishbauni, që e blenë pastaj, e tjerë. Por, është nga krizat e forta që regjimi i Ramës po kalon në raport me BE-n. Nuk ka shpërthyer sot, ne kena thënë në emision. Kemi thënë disa herë. Jo, sot e ka pranuar Rama, jo s'ka. Gjendja ka qenë dhe është e thjeshtë. Sot mbas e ke takuar tjetat tre, po të mos ke takuar më përpara, ke marrë vesh të raportin me Gjermaninë. Sot Rama e ka thënë publikisht, se ka thuash para gjithë deputetëve të tu, ajo do dalë, është gjë publike, e kupton? Do një shpjegim kjo. Pse atëherë Rama i ka lënë kaq influencë të madhe Ballukut ke qeveria nuk është. Unë në këtë studio edhe ku do e kam thënë që nuk i kam përbuz të teoritë që Balluku e shantazhon Ramën. Unë nuk e besoj që, por ama, fakti që sot Balluku e ka negociuar nga pozita kaq të fuqishme. Unë nuk besoj se ka bërë me forcë, më tepër se se ka bërë me kompromis, sepse ai beson akoma që Balluku është njeri punëparuar. Pra, kush e ka qenë, të themi, ka qenë punëparuar. Paruar për ato. Por Ballukut nuk... Pra dhe ai shpreson që kjo të gjej punëparuarit e radhës si do t'i marrën punë të tij. As një tregtar çançakizësh se din që është e përgjuar dhe vëzhguar. Pra është djegur si kartë negociuese për të punuar për Ramën, për t'i dhënë urdhër ministrave. Pra, në këtë kuptim nuk ka më... Pra, ne po them që vetëm më tepër nga profili se sa i vete nga marrëdhënia. Atëherë, si shpjegohet, kjo gjë s'di t'jap shpjegim, unë po them që ai ka ruajtur të gjithë statur sepse ka dashur që të mbaj pozicionin e Ballukut.